Drejtori i Qendrës për Kulturë në Gostivar, në kuadër të së cilës funksionon edhe Biblioteka e Qytetit, Luan Zenku, thot se gjatë periudhës së pushimeve asnjë i ri nuk ka vajtur të zgjedh një libër të paktën, të cilin do ta lexonte gjatë pushimeve verore. Qytetarët që janë drejtuar Bibliotekës së Qytetit brenda muajve korrik dhe gusht, sipas Zenkut, mund të numërohen në gishtat e duarve. Kultura e të lexuarit në mesin e popullatës të regionit të Gostivarit vazhdon të ngelet e zbet edhe për skaj fakti që Gostivari tashmë posedon 4 shkolla të mesme, kolegjin privat, si dhe shumë universitete. Kjo më së miri dëshmon nga fakti se gjatë periudhës së pushimeve asnjë i ri nuk ka vajtur të zgjedh një libër të paktën të cilin do ta lexonte gjatë pushimeve. Drejtori i Qendrës për Kulturë në Gostivar, në kuadër të së cilës funksionon edhe Biblioteka e Qytetit, Luan Zenku, thotë se ky trend shqetësues mbetet një problem në vete edhe për skaj angazhimeve të vazhdueshme për të joshur lexuesin e ri. Me keqardhje, Zenku thotë se periudha e pushimeve vjetore, sikurse edhe viteve të tjera, fatkeqësisht mbetet pushim vjetor edhe për librat dhe raftet e bibliotekës. Fluksi i antarësimeve të reja dhe vizitorëve, sipas tij, do të rritet me fillimin e vitit të ri shkollor, kur nxënësit do të obligohen nga ana e mësimdhënësve të tyre për lexim të librave që shkollat i kanë në program. Ky realitet dëshmon edhe një herë se i riu në përgjithësi nuk është i interesuar që të lexon diçka tjetër pos librave që obligohet nga orari i shkollës. Duke u përballur me mosinteresimin e lexuesve për të qenë afër librit, Drejtoria e Qendrës për Kulturë dhe Bibliotekës së Qytetit ka ndërmarrë disa iniciativa që kanë për synim stimulimin e nxënësve për t'u antarësuar në Bibliotekën e Qytetit. Zenku njoftoi se është arritur marrëveshje me disa kompani, siç janë ato autoshkollat, kompani sigurimesh, parfumeri, sallone që ekspozojnë mallra të ndryshme dhe të tjerë, ku antarët e bibliotekës nëpërmjet dokumentit për antarësim do t'i fitojnë lirim gjatë blerjes apo gjatë shfrytëzimeve të ofertave të kompanive të ndryshme. Zenku gjithashtu njoftoi se në periudhën në vazhdim do të jeti koncentruar në lidhjen e marrëveshjeve me kompani të tjera të qytetit, ndërkohë që vazhdimisht punohet në freskimin e rafteve të bibliotekës me tituj të rinj nga kryeqendra e Shkupit, Tirana dhe Prishtina.